Atëherë unë si Endrian Magani, djali një qytetit të Peqinit. Aktualisht unë jam dhe si e edhe ti djali një ish futbollisti, një trajneri sot. Trajneri që për mua është krenari, që e kam baba. Për momentin unë vazhdoj të jem në një shkollë në qytet në fshatrat e Peqinit për institutin e fizikulturës. Ju jepni edukimin fizik, mos gaboj. Po, unë jap edukimin fizik në një shkollë më saktë në rrethët e Peqinit, në një fshat të Pajovës. Për momentin jam i fiksuar më bërë viti 4 që unë jam në atë shkollë dhe normalisht që ndjehem shumë mirë pasi dhe futbolli na e ka dhënë që ne ta ndjekim këtë rrugë. Si ndjet Endri, si djali një ish futbollisti, si djali sot i një trajneri dhe lindja juaj si futbollist është diçka e dhëruar nga babai, ke mësuar pas tij, apo vetë Endri që në moshë të vogël ka nisë ato hapat e para me topin në shtëpi, në brenda familjes? Tani, si e thash dhe pak më përpara, që ti je djali një ish sportist apo një ish trajner, jo vetëm unë, por cili do të jetë, normalisht që është një kënaqësi. Për sa i përket pjesës që ti më the që për pjesën e futbollit që unë e kam nisë, nuk mund të them dot që e kam nisur vetë, pasi ka qenë një mbështetje babai im dhe këtë nuk e mohoj dot. Hapat e mia, domethënë kanë qenë që i vogël, unë që në moshën 4 vjeç apo 5 vjeçare, unë shkoja ndiqja gjithmonë babain ku ishte futbollist. Edhe normalisht ma jepte atë kënaqësinë që unë si fëmijë apo edhe vëllai im Arturi, se ne kemi qenë të dy futbollista,